Agim Doçi, lajthitje poetike. Nëse një vajzë mrekullohet, vetëm nga vargu im i thjesht, do jem Romeo që dashurohet, sa po të bëhet ajo Juliet. Sepse e di se çfarë është ëndra, dhe dashurinë unë e kuptoj, sa fantastike që është zemra, e di veç Zoti që e krijoi. Unë mirë e di se çfarë do një grua, një fjalë të ngrohtë dhe çiltërsi, brenda një shishe më futni mua, se ishte djalli në dashuri. Pra, unë e kam reduktuar këtë poezi të Agim Doçit, e kam përmirësuar atë, sepse ishte një poezi e ngjashme me poezitë e Bejtexhinve që këndonin dylberve, dhe kam zhdylberizuar këtë poezi, e kam bërë më të bukur sepse jam një poet vetë, siç e kuptoni, dhe nga një poezi rëndomt kafenesh, është bërë një poezi e mrekullueshme që mund ta recitoj çdo shqiptar që sot e tutje, dhe besoj se ky është pikërisht drejtimi që do marr, sepse kam ndërmend të hap një shtëpi botuese me video poezi. Pra, shqiptarët nuk lexojnë dhe për këtë arsye vjershat më të bukura të shqiptarëve do t'i redaktoj, do t'i rregulloj pak dhe do t'i nxjerr të përmirësuara, pothuajse si në origjinal, por më të mira. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në poezi të tjera të dashur shqiptar.